Xhirimet e filmit vazhdojnë dhe puna për ta realizuar atë film është e pandashme në çdo ditë të javës, qoftë me orar të reduktuar dhe me orar fiks, por ditën e sotme ishte pushim për stafin e xhirimeve për të marrë pak relaks dhe shplodhje, ndërsa ditën e sotme Kiara e ka kaluar me rutinën e saj. Ajo ju ka ftuar të gjithëve ta shihni si çdo të dielën në ekranin e Top Channel. Ajo ditën e sotme ka bërë një super kombinim, të cilin e ka të përzgjedhur si çdo fundjavë një fustan ngjyrë gold me xhixa dhe në fund me pend gri e gjitha shkelqen. Ajo ka zgjedhur një pale taka ekstravagante që kombinojnë shumë me fustanin. Janë një ngjyrë, ka bërë një make apo të shkëlqyeshëm me hijen e goldit, floket i ka kapur bishtësi dhe ka zgjedhur një pale vathe të cilet janë në forme rrethi me diamanta të bardhë, buzëqeshja dhe sharmi i saj nuk mungon. Luizi, ai sapo ka parë fotografit një mbas një me shumë përqendrim, menjëherë ka reaguar duke e ngacmuar Kiarën me një koment shumë të këndshëm. Ai mbasi pa të gjitha fotot vendosi të bëj një koment sa pikant sa dhe të bukur, ku thotë mua me pëlqeu Giulio. Në fund mbasi pa të gjitha fotot e bëri këtë koment kaq pikant, që pikërisht komenti për të ngacmuar partneren e tij Kiarën, ku ai nuk ja tha drejt për drejt, por në mënyrën nënkuptuese. Luizi gjithmonë i bën komplimente Kiarës. Ai përveç kësaj që ditën e parë që e ka njohur e ka bërë të ndihet mirë me fjalët e tij të ëmbla dhe me përkushtimin që ka tipin e njëjtë e ka dhe lunushi tamam si babi vet, e po kot nuk i thone asaj shprehjes "Bem baba të ngjaj", pra dhe ajo do t'i përkushtohet mami Kiarës. Mami Kiara është shumë me fat. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.